Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga gazdra dhe fryrja, pini 3 glënka nga kjo pije dhe shpëtoni për 15 minuta. Funksionimi normal i sistemit tretës është një nga parakushtet për shëndetin e përgjithshëm dhe është një faktor kyç për funksionimin e organizmit në tërësi. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që t'i kushtoni vëmendje tretjes. Gjithsesi, një jetë e shpejtë duke përfshirë edhe një dietë të tillë siguron që problemet me jashtëqitjen të bëhen një nga problemet shëndetësore të një numri të madh njerëzish dhe një simptom e epokës moderne. Ne këtu do t'ju sjellim 3 ndihmës që do të ndihmojnë në fillimin edhe të tretjes më kokfort. Ujë të ngrohtë dhe limon. Shtrydhni një limon të plotë dhe një gotë ujë të vakët dhe pijeni. Ju gjithashtu mund të konsumoni këtë pije si një parendaluese për të parendaluar dispepsin. Vaj ulliri dhe limon. Gëlltisni një lugë vaj ulliri opsionalisht të holluar me lëng limoni natyral. Ky lëng dhe ilaç shtëpiak për fillimin e tretjes është më mirë të konsumohet në mëngjes ose disa orë pas një vakti. Sodë buke dhe ujë të ngrohtë. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të përzieni gjysmë luge të vogël sodë buke në një gotë me ujë të vakët. Ky ushqim është i njohur prej brezash si një aleat i tretjes së dobët, por nga ana tjetër është e rëndësishme të theksohet se duhet të përdorni vetëm sodë buke farmaceutike pa alumin, të cilin ju mundet që ta blini në farmaci. Shënim: kjo recetë nuk rekomandohet për ata të cilët vuajnë nga ulçera në stomak. Këto këshilla janë të mirëseardhura kur tretja është aq e ngadaltë sa që ka nevojë për një ndihmë sa më shpejt që të jetë e mundur. Dhe për mos ndezur dritën e kuqe të alarmit, mos harroni që të përfshini në menun tuaj ditore ujë probiotik, fruta dhe perime të pastura me fibra, fasule, karrota, brokoli, manaferat, portokallet, dritrat e plota si elbi, orizi, kafë, tërshër, dhe mos harroni të lëvizni, edhe nëse është vetëm një shëtitje 10 minuta nëpër lagje. Në atë moment, personit i ndodh kjo, dëshiron thjesht të zhduket, por aroma e keqe që lën pas gazrat është shumë e vështirë që të fshihet. Shkaqet e lirimit të gazrave janë të ndryshme dhe varet nga ushqimi që ju hani. Fasulet, lule-lakrat janë ushqimet kryesore të cilat i shkaktojnë këto gazra. Për lirimin e gazrave ndikon edhe stresi dhe ankthi, ja cilat janë trajtimet natyrale që parandalojnë gazrat. Kanella. Kanella parandalon fryrjen e stomakut dhe gjithashtu parandalon gazrat. Është shumë e lehtë gjithashtu për ta konsumuar. Thjesht mjafton që ju të shtoni në qumësht dhe ta pini. Këtë pije konsumoni para gjumit edhe për të ëmbëlsuar shtoni mjalt. Xhenxhefili. Xhenxhefili është gjithashtu një mrekulli natyrore. Ai nga ana tjetër parandalon dhimbjet, stresin dhe mundet gjithashtu që të përdoret për të trajtuar problemet e stomakut dhe gjithashtu të zorrëve. Për të parandaluar gazra duhet që të merrni një gotë dhe të shtoni 2 lugë të vogla me xhenxhefil. Lëreni të valojë për 10 minuta, pasi të jetë ftohur pak përzieni mirë dhe më pas konsumojeni. Pijeni këtë lëng 3 herë në ditë dhe rezultati do t'ju lërë pa frymë. Aloe vera. Përveç se trajton djegjet, xheli i aloe verës lehtëson dhimbjet e barkut dhe gjithashtu zvogëlon sasinë e gazrave. Mundet që ta konsumoni atë si xhel sikurse është ose mund edhe ta përzieni me ujë të nxehtë për të bërë çaj. Hudhra. Hudhra është një ushqim që parandalon një sër sëmundjesh, përmirëson gjithashtu qarkullimin tuaj të gjakut dhe ulën nivelin e kolesterolit si edhe vepron si një
antibiotik natyral, por sikur kjo të mos ishte e mjaftueshme, hudhra stimulon acidet e stomakut dhe lehtëson tretjen, gjë e cila gjithashtu ndihmon edhe në parandalimin e fryrjes. Mund ta konsumoni në çdo formë, por kjo recetë me qimnon është veçanërisht e mirë për parandalimin e gazrave. Vendosni ujë, piper, qimnon dhe 3 karafil hudhër në një tigan dhe lëreni që të ngrohet. Lëreni më pas që të vlojë për 5 minuta dhe pastaj largojeni nga zjarri. Lëreni të ftohet në temperaturën e dhomës dhe pijeni 3 herë në ditë. Uthulla e mollës. Uthulla e mollës përdoret si një salcë për sallatë, por ndihmon edhe në parandalimin e fryrjes së barkut. Mënyra e duhur për të parandaluar gazrat është që të vloni 4 lugë gjelle me uthull molle për disa minuta. Mënyra e duhur për të parandaluar gazrat është që ju të valoni 4 lugë gjelle me uthull molle për disa minuta dhe më pas lejeni që të ftohet në temperaturë dhome. Më pas pijeni dhe do të shikoni ndryshimet. Gazrat e stomakut shkaktohen kryesisht nga gëlltitja e pavullnetshme e ajrit gjatë ushqyerjes, por edhe për shkak të shpërbërjes së ushqimit në zorrën e trashë. Ushqime të caktuara si për shembull fasulet, brokoli, kërpudhat dhe gjithashtu qumshti, dritrat e plota dhe mollët kontribojnë në shtimin e gazrave në stomak. Si të paksoni gazrat e stomakut pas ushqyerjes? Ekspertët, të cilët thonë se hapi i parë drejt paksimit dhe eliminimit të gazrave të stomakut është padyshim kafshimi dhe përtypja e ushqimit. Ushqimi duhet përtypur mirë përpara se të gëlltitet dhe të tretet më lehtë. Hapi i dytë dhe tepër i rëndësishëm është që pas të ngrënurit të qëndroni ulur por drejt në mënyrë që të zbutet presioni abdominal dhe të lehtësohet nxjerrja e gazrave. Një hap tjetër tërësisht i rëndësishëm është ecja pas konsumit të një vakti. Ecja gjithashtu ndihmon shumë për tretjen, paksimin e gazrave dhe të fryrjes e cila shfaqet po pas ngrënies. Duhet që të pini menjëherë pas vaktit çaj të energjikut i cili qetëson muskujt e përfshirë në sistemin tretës duke lehtësuar nxjerrjen e gazrave. Studimet shkencore mbi këtë çështje konfirmojnë se ushqimet e pasura me probiotik janë shumë të rëndësishëm në paksimin e gazrave të stomakut. Çfarë janë probiotikët? Probiotikët janë një lloj bakteri mirë që jeton brenda sistemit tuaj tretës dhe mban të balancuar florën intestinale. Probiotikët gjithashtu ndihmojnë për të baraspeshuar nivelin e mikroorganizmave në florën intestinale në mënyrë që sistemi gastrointestinal të tresë ushqimin ashtu siç duhet. Na mbrojnë nga patogjenët, pra nga mikroorganizmat e dëmshëm, si edhe pastrojnë organizmin nga përbërësit e dëmshëm, prodhojnë vitamina dhe përbërës të tjerë dhe ekuilibrojnë sistemin ton imunitar. Një ndër ushqimet më të pasura me probiotik është kefiri, por edhe kosi, lakra turshie bërë në shtëpi dhe çokolata e zezë, banane dhe domatet. Në qoftë se ju dëshironi të ruani ekuilibrin e florës intestinale, buka e bardhë është një prej këtyre ushqimeve. Mos hezitoni që ju të zgjidhni bukë integrale e cila përmban proteina dhe përbërës ushqimor. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.